Alba dhe Limi drejt rikthimi. Kafe dhe fjalë të koduara në vesh. Hyrja e Limit në shtëpi ka nxjerrë jashtë loje të gjithë djemtë e tjerë, por ajo që ka shokuar publikun është sjellja e Albës. Pa u bërë ende 24 orë, bukuroshja e shtëpisë ka vrapuar drejtisht të dashurit të saj me një kafe në dorë, duke thyer çdo parashikim për luftë mes tyre. A është kjo një lëvizje e Albës për të mbajtur vëmendjen? Apo Limi është pika e saj e dobët që do t'i kushtoj finalen? Alba nuk u mjaftua me shërbimin e kafes, por i përshpëriti Limit disa fjalë që i lanë të gjithë me dyshime. Çfarë i tha Alba ishit të saj që e bëri atë të buzëqeshme një herë? Apo planifikojnë ata një aleancë sekrete për të eliminuar banorët e tjerë një nga një? Me këtë pritje mbretërore nga veti ish-partnerja, Limi ka marrë me një herë pushtetin emocional në shtëpi. Banorët e tjerë po shohin me xhelozi këtë afrimitet, ndërsa pyetja që po vlon kudo është, kush do të jetë viktima e parë këtij rikthimi të bujshëm?